vogël e kështu, le të jetë në ndërgjigjen e tyre dhe në vëzhgimin. A ndodh, zoti Koçani? Pa ndodh, realisht na jem të jetu qëtu edhe e shoh fëmijë se në gjithmonë në pjesën e fundit fatkeqësisht edhe pse krejt hapat edhe mosat janë marrë që liga është shumë e vogël edhe është shumë domethënë dallimi mes pikëve minimal, por dikur ka ndodhur para disa viteve prej janarit e tash ndodh ndoshta në 2-3 xhirot e fundit. Kjo është maksimumi që mund me bëu duke përdorur teknika të ndryshme se si me organizu ligën. A kupton? Kështu që 2-3 xhirot e fundit ose mund me kanë ndaj kalkulimi vogël ose mes me dhon maksimumin shkodra e cila nuk rrezikohet praktikisht ose nuk i nevojitet për me dalë në për shembull drita, pse ka nevojë të rrezikoj futbollistët të ruaj ata për arenën evropiane? Pak a shumë ndodhin edhe në ligat e tjera pak më të fortat. Por normalisht kishte me qenë mirë që drita me respektu kampionatin, me lujt me ekipin e parë. A ka respektu deri tani drita? Unë nuk jam këtu me gjyku, por ata... Po jemu përgjigj në pyetje që të bëhen. Normalisht, po ashtu është e drejtë e trenerit, e drejtë fundamentale e trenerit me fut kënd në lojë. Edhe ti s'mundesh m'ia vdon rastin djemve të ri. Po, ajo është... M'ia vdon mundësinë. E tash ti normalisht që dikush tjetër lufton me çdo kusht për me arrit deri te qëllimi me nxjerrë një rezultat pozitiv edhe ndaj kampionit. Okej. Tash kjo i ka dy anë të medalës. Në anën tjetër, nëse ekipi që e ka siguru, domethënë është bë kampion, këtë rast drita, do të me vepru njësoj me të gjitha skuadrat. Jo me dikan me i fut lejtarët, me dikan me i fut ekipin e parë dhe me mpu. Nëse dënë me promovu, atër promovoje prej ati momenti kur praktikisht e ke siguru. Mos në bën kalkulime, dikujna mi dhoni favor, dikuj ju, se të kthejet edhe në kampionatin tjetër, edhe ma keq. Kisha me qujtë, ta respektojna ta respektojna kampionatin dhe në fund. Të kalzojna që kina nivel. Të kalzojmë që kim nivel evropian, se që shë tha edhe zotëri Abazi, bjem bre për ligës se ka ro edhe aje dhe tjerat edhe në këthy apet. Apo kuptan? E mira është kur na jem korrekt, lujmë korrekt, edhe po sidomos Lorik, çka është shumë e dëmshme është që referimi me përcaktuar rezultatin. Ju kisha lutë referave ma të vëmendshëm edhe në fush edhe në varë. Tjerat le të mbeten në ndërgjigjen e klubeve. Na si arbitra... Që arbitria? Jo, në prizmin e arbitrit po flas. Në qovë se... Në gjysërari. Kjo 50% e ka ndonë në 5, këtë ka 10%. Shiko, në 5 puna tjera. 5 puna tjera, që të në Kosovë është kjo dukuri e shpesht. Ka 10% e tani ka pak, im rrinë. Përfëndaj se jemi në fund, përfëndaj. 7 profesion.